3 minuta i ki me më tregu në gjuhën arabe çka është tefsiri dhe ç'a duhet me posedu një komentator për me shpjegu tefsirin. Mos ndërhyj, lutem. Në gjuhën arabe le të thashëm. Po. Gjuhën arabe. Mos ndërhyj. Ja, tash mos ndërhyj, po. Gjuhën arabe po flasu. Po, gjuhën arabe. Okej, gjuhën arabe. Sa herë përmendet fjala tefsir në Kur'an? Do ta thuaj. Sa herë përmendet? Një herë. Po sa drejt, po përgjigjesh. Unë i pyeta debat të sfidue. Le të thotë Një herë 3 minuta. përmendet fjala tefsir. Kam të dëgjuar nga mesët e mese sektarët e fesë së Bagdadit thonë se unë tim shkupi për e baj tefsir Kuranit. Unë nuk i baj tefsir Kuranit. Ata e dinë se janë duke gënjyer kur thonë kështu për mua. Fjala tefsir përmendet vetëm një herë. Dhe shpjegimi tefsiri i Kuranit është në brendësitë e Kuranit. Kurani shpjegohet për brendësisë Kuranit. Me pyet sa germa janë të suri Al-Fatiha nuk e di. Ç'është me Shamir. E jo të librit Taberiut, Ibn Kathirit, Kurtubiut, Razit, El-Baghavit, Sejid Kutbit, e të tjerë. Të gjithë këta janë të vdekur dhe brendësia e Kuranit nuk u flet të vdekurve, por ju flet të gjallëve, kur i drejtohet secilit aty, në ajetin 33 të surës El Furqan, aty ku përmendet fjala tefsiren, spjegim. Kami shqiptarëve, Tim Shkupi, i reciton tekstet e originalit Kuranit për të paraqitur pulën e tij se sa është njohës i mirë i gemrave dhe i fjalëve të Kuranit. Illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Përmend vetëm një herë, sepse ai është një. Aktivizoj me lejen e tij aplikacionin e emrit të pronësisë së tij, El Hayyul Qayyum. Dhe ka vetëm një tefsir. Një. Dhe ai është në Kur'an i garantuar prej tij El Hayyul Qayyum. Mirë po, për të ja delegon besimin sektit suni, sufi shia, do një grupi apo partije, do një mullahu apo çilmullahu, që të fletë si a xhami, duke u thirrur në emër të njerëzve të vdekur, ti jo me umërdhin, por ke më mbetur i ftoft në kuptimin e Kuranit, njëjtë siç të duket vdekja e ftohtë si akull. Nërsa unë as vdekjes nuk i friksohem, sepse jam në luftë konstante me shejtanin për të mbetur në rrugën mustaqim dhe jo në rrugën e trendit e shumicës. Besoni, nuk ndjej keqardhje, të tjerët janë akoma më të zinj. Të gjithë janë të një rangu. Më i miri, prej më të mirë është vetëm ai që pendohet dhe që e pranon germën, fjalën nga brendësia e Kuranit. Të jeni të sigurt se jam shumë i ndërgjetshëm më vadhon lajmin e saktë, jo më ju thirr me imponu besimin tim ose librin tim ku unë referohem. Por, o xhallarët janë armiq shqiptarëve deri në ditë kiametit. Dhe ata nuk na kanë leju në fund shekullit 19, fillim të shekullit 20, me u bashku të rojet shqiptare. Shqyqyr Zot që e mësovani të vërtet, edhe me vdek nuk e kam gale. Por ju, nëse e vazhdoni rrugën e shqiptarisë të kombit Gjergj Kastriot Skënderbejo, mos u nënshtroni, sikur janë nështruar disa politikanë që gratë e tyne i kanë për hoxhallar duke ju fry me rukje.